Një studimet vazhdimisht çdo ditë më shumë janë të reja, inovative, shpesh përqafohen, shpesh ka kritika nga gjenerata tjera. Foshnja, sidomos në muajt e parë, më mirë rekomandohet të pastrohet natën para gjumit apo në mëngjes që të kfilet dhe të ketë një ditë të mbarë? Pyetje shumë e vend, që edhe të kom dash me të thanë Pëtëm gjetje të skjaroj edhe këtë pyetje. Reputacioni im maj madhi, se 15 vite kom punu krejt në Angli me foshnje. Reputacionin më të mirë që e kom fitu me lamjen e bebës. Anglezët gjithmonë i lajt fëmin në mramje. I qesin atë shamponin në vask, edhe ti e shtin beben edhe e lanë. Une nuk e kom bate. Une e kom la beben gjdo mramje, vetëm 3 dit i kom qitë shampon, disa pika, flokët me ala, edhe me qatë e kom la. Por, gjithmonë e kom pas një prej plastike, një bokal plastike, që gjithmonë i kom shpërla. Nuk e kom lanë si anglezit, i shtin edhe i nxjerrin dhe... Pa e shpërla? Jo, pa e shpërla. Po, asë në Kosovë se bojmë ashtu, edhe na e shpërlojmë. Po, asë një fëmi që kom punu one, nuk ka pas eksma. Asë një. Edhe ato janë, gjithmonë janë mahni qysh e kom... është lëkurën e shëndetshme një foshnje. Pse kom provu kështu? Lëkura, pediatria thot, lëkura e bebës e ka imunitetin e vetë edhe yndyrën e vetë. Mos e bëni steril, sepse aty veç fillon acarimi i lëkurës. Leni yndyrën e lëkurës bebës, le të formon. Ti nëse gjdo dit e la një fëmi me shampon, me këto shampona tjera, absolutisht ka me pas eksma. Që më vjen shumë keq, edhe Kosovë ka shumë eksma. Egzema, dhe më thonë, po. Egzema? Po. Egzema ka shumë.